Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Në apelin e GKK-s u zhvillua për mesditës seanca për masën e sigurisë për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj dhe biznesmenët e caktuar në çështje ndaj tij. Veliaj ka përballur një seancë të gjatë ku ka kërkuar që seanca të jetë e hapur për mediat dhe të publikojë përgjimet që ai pretendon se janë bërë ndaj tij gjatë qëndrimit në paraburgim. Seanca në apelin e GKK-s për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj ka zgjatur për 3 orë gjysmë. Në nisje të seancës, avokati Veliajt Artur Selmani ka paraqitur qëndrimet mbi provat e reja të paraqitura nga SPAK. Dy prokurorët e posaçëm, Olz Dado dhe Altin Dumani, ishin gjithashtu të pranishëm në sallën e gjyqit. Vendimi për rastin e Veliajt do të shpallet nesër në orën 10. Veliaj ka kërkuar që seanca të jetë e hapur për mediat dhe ka deklaruar se nuk ka asnjë sekret në biseda telefonike që ka bërë me familjarët e tij nga paraburgimi. Ai ka kundërshtuar pretendimet e prokurorëve dhe ka theksuar se është mbajtur një muaj në izolim për të gjetur prova të reja të cilat ai quan të pabaza. Veliaj ka shpërthyer gjithashtu kundër sulmeve të Sali Berishës ndaj SPAK, duke kërkuar që këto sulme të merren në konsiderat si prova të reja. Keni sjell prova të reja? Kërkoj të sillni kamerat dhe kjo seancë të jetë e hapur për mediat. Sillni mediat që t'i deklaroj publikut dhe para tyre përgjimet e kryera ndaj meje. Nuk kam asnjë sekret në bisedat telefonike me familjarët e mi nga kabina e burgut. Më izoluat një muaj në burg që të gjeni prova të reja. Saliu e ofendoi SPAK-un dhe akuzoi si organizatë kriminale. Çfarë e gjeti? Pse nuk u konsideruan provat e reja sulmet e Berishës ndaj SPAK? Veliaj thotë se është mbajtur për një muaj në izolim, që të ngjiten provat të reja ndërsa sjell në vëmendje edhe deklaratat e Sali Berishës, i cili ka kërcënuar hapur SPAK-un dhe prokurorët, duke i quajtur organizatë kriminale. Po çfarë ndodhi Saliut? Ka pyetur Veliaj në sallë, duke thënë se sulmet e Berishës nuk u konsideruan asnjëherë prova të reja. Ndërkohë, avokatët e të akuzuarit për korrupsion, Shkëlqim Fusha, Gentian Sula dhe Meriman Palushit kanë kërkuar heqjen e masës së detyrimit për t'u paraqitur, duke cilësuar masën si të papranueshme dhe të paplot. Kryebashkiaku Veliaj është akuzuar për korrupsion pasiv dhe pastrim parash në bashkëpunim me bashkëshortin e tij Ajola Xoxa, e cila është duke hetuar në masë detyrim paraqitje. Kryeministri i vendit Edi Rama u bë rithirrje socialistëve për angazhim maksimal në zgjedhjet e 11 maj, duke theksuar se një rezultat i paqartë mund të zvarrisë rrugtimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nga një takim me Asamblet Socialiste të Kavajës dhe Vorës, kryesocialisti Edi Rama ironizoi koalicionin e opozitës duke thënë se me 11 maj do të marrin në një nocë rrok madhështor. Që takimit në Vorë, Kavaj dhe Rogozhin, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama kërkoi mbështetësve të partisë angazhimin e plotë në zgjedhjet vendore të 11 maj, duke cilësuar si vendimtare për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Sipas Ramës, Shqipëria ka një mundësi të paprecedent për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe çdo lëkundje politike mund të dëmtojë këtë proces. Se për Partinë Socialiste të gjitha zgjedhjet kanë qenë të rëndësishme, por për Shqipërinë, pas zgjedhjeve të 1992-shit, këto janë zgjedhjet e para që kanë një peshë gjeopolitike dhe që lidhin drejt për drejt fatin e vendit tonë, fatin evropian të vendit tonë. Sepse sot janë krijuar kushtet që ne të hymë realisht në Bashkimin Evropian si rrjedhoj e përputhjes së rrethanave tona të brendshme me rrethanat e brendshme të Bashkimit Evropian dhe për herë të parë mundësia për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian është reale. Pasi paralajmëroi se një rezultat jo i qartë me 11 maj mund të krijojë pasiguri ndërkombëtare dhe zvarrisë edhe për vite të tjera integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sikur në 11 maj rezultati mos jetë i qartë, sikur gjithë kjo qëndrueshmëri që kemi krijuar të lëkundet, sikur pozicioni ndërkombëtar ku e kemi vendosur Shqipërinë të vijë në dyshim dhe sikur ata thonë po mirë, më fal, po çfarë bëhet me këto punën? Dhe mjafton një rëshqitje 6 mujore për të mos thënë më shumë dhe nuk arrihet më gjë. Dhe ajo mundësi mund të iki që aty. Duke folur për opozitën, Rama përdori një shprehje të tillë, duke theksuar se Partia Socialiste duhet të fitojë bindshëm. Në 11 maj ne duhet i prezantojmë atyre një nocë rrok madhështor.
Do me thonë, duhet të më ndihmoni që ta realizojmë këtë. Deputeti i Partisë Demokratike Dashnmor Sula ka njoftuar se nuk do të jetë pjesë e listës së kandidatëve për deputetët në zgjedhjet e 11 majit. Ai ka deklaruar se ky vendim është marrë për shkak të mbështetjes që ka dhënë për SPAK-un dhe për reformën në drejtësi, duke theksuar se nuk ndjen keqardhje për veten, po për demokratët e Elbasanit. Sula ka kritikuar për zgjedhjen e kandidatëve dhe paralajmëruar se ata mund ta humbasin mbështetjen në zonë. Deputeti i Partisë Demokratike Dashnmor Sula njoftoi përmes një reagimi në rrjetet sociale se nuk do të jetë pjesë e listës së kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 11 majit, as në listën e hapur dhe as për atë të mbyllur. Sula shprehu se ky vendim nuk lidhet me mbështetjen që ka në radhë të demokratëve në Elbasan dhe as me performancën e tij si deputet aktiv. Ai tha se vendimi është marrë për faktin se ai është mbështetës i SPAK-ut duke mbrojtur reformën në drejtësi dhe veprimet e këtij institucioni. Të dashur me sapo jam njoftuar se nuk do të jem pjesë e listës së kandidatëve për deputet Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit për një arsye të vetme, sepse jam skapist. Për asnjë moment gjatë kësaj legjislature nuk kam vënë në dyshim vetëm një gjë, mbështetjen time në çdo dalje në foltorin e parlamentit të strukturave të reformës në drejtësi, SPAK dhe GJKK-s. Kam besuar dhe vazhdoj të besoj se ata po vazhdojnë të bëjnë një shërbim të madh këtij vendi, duke futur në burg njerëz me pushtet që pak vite më parë as nuk mund të mendoheshin se do të ishin në këtë situatë. Në reagimin e tij, Sula theksoi se nuk ndjen keqardhje për veten, po për demokratët e qarkut të Elbasanit, duke theksuar se ata mund të kenë gabuar në llogaritë e tyre për zgjedhjen e kandidatëve. Kam edhe një mesazh për ata që janë gujuar në kull e po bëjnë listën e qarkut të Elbasanit. Jo kushdo që futet në atë listë mbyllur mund të gëzoj votat demokratëve të Elbasanit, Peqinit, Cerrikut, Belçit dhe Gramshit. Keq më vjen, por nuk e keni bërë mirë llogarit. Dashnmor Sula është një deputet që ka pasur një histori të gjatë politike dhe u rikthye në kuvent pas zgjedhjeve të vitit 2021. Vizita e parë e zyrtares së kryekomisioneres për zgjerim Marta Koz do të ofrojë mundësinë për diskutime me autoritetet shqiptare mbi procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, në fokus të veçantë në përparimin e reformave kyçe përfshirë ato në drejtësi. Vizita gjithashtu do të shërbëjë për të theksuar rëndësinë e forcimit të arritjeve të deritanishme dhe për të siguruar rezultate të prekshme në zbatimin e reformave të nevojshme. Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Koz do të zhvillojë vizitën e parë zyrtare në Shqipëri në datën 12 deri në 14 mars, ku do të diskutojë me autoritetet shqiptare mbi ecurinë e procesit të anëtarësimit dhe progresin e reformave kryesore veçanërisht në drejtësi. Në këtë kuadër, Koz do takohet me kryeministrin Edi Rama, kryenegociatorin për Bashkimin Evropian Majlinda Luka dhe kryetarin e kuvendit Elisa Spiropali. Gjithashtu do të zhvillojë takime me institucionet e pavarura të drejtësisë, deputet, përfaqësues të opozitës dhe organizata të shoqërisë civile. Një pjesë e rëndësishme e vizitës së saj do të përfshijë një udhëtim në Elbasan, ku Koz do të vizitojë 3 projekte të financuara nga BE. Këto projekte lidhen me mbështetjen e sipërmarrjeve sociale që shfrytëzojnë asetet e konfiskuara nga krimi i organizuar, ndihmë për gratë, viktima të dhunës me bazë gjinore dhe përfshirjen e studentëve në programin e shkëmbimit të shkollave të Ballkanit Perëndimor që promovon pajtimin dhe dialogun ndërkulturor. Vizita e saj konsiderohet një moment kyç për të vlerësuar hapat e Shqipërisë drejt integrimit evropian dhe për të nënvizuar rëndësinë e vijimit të reformave për të siguruar progres të qëndrueshëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë anuluar financimin për mbi 4.000 projekte të USAID-it, duke prekur rreth $45 milion ndihma për Shqipërinë. Ndërto ishte edhe një projekt për mbrojtjen kibernetike, ndërsa mbështetja për SPAK-un mbetet e pandryshuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të anulojnë mbi 4.000 kontrata të financuara nga USAID-it, duke ndikuar drejt për drejt mbi $45 milion ndihmë të miratuar më herët për Shqipërinë. Sipas listës së publikuar nga Departamenti i Shtetit për kontratat e anuluara, është një projekt i rëndësishëm për forcimin e mbrojtjes kibernetike të infrastrukturës shqiptare. Megjithatë, nuk rezulton që ky vendim të ketë prekur mbështetjen financiare për strukturën e posaçme antikorrupsion. Në dokumentin zyrtar nuk përmenden organet e posaçme të drejtësisë shqiptare, pasi mbështetja amerikane për to nuk ka qenë drejt për drejt financiare, por është realizuar përmes ekspertëve të stacionuar në prokurori dhe gjykata, të cilët paguheshin nga Departamenti i Shtetit. SPAK ka përfituar tashmë ndihmë nga disa institucione dhe misione amerikane, përfshirë njësinë ndërkombëtare kundër narkotikëve, Departamentin e Shtetit dhe Departamentin e Drejtësisë përmes programeve OPTAP dhe ICTAP. Për momentin këto forma mbështetje duket se nuk preken nga vendimi i fundit i Washingtonit.
Do të ndrojmë temë të informacioneve tona. Ish polici Arjan Tase, i cili përplasi për vdekje 7 vjeçare Jonida Avdia, do të vuaj 18 vite burg pasi gjykata e apelit ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë. Ngjarja tragjike ndodhi me 2 gusht 2022 kur familja Avdia nga Tropoja, që jetonte në Angli, ishte me pushime në Potam të Himarës. Gjykata e apelit ka lënë në fuqi dënimin e shkallës së parë të Vlorës, duke dënuar ish policin Arjan Tase me 18 vite burg për vrasjen e 7 vjeçares Jonida Avdia, që ndodhi në plazhin e Potamit në gusht të vitit 2022. Tase u shpall fajtor për veprën penale vrasje me dashje. Në apel, dënimi i Tases u ul nga 18 vite në 12 vite burg për shkak të gjykimit të shkurtuar. Ngjarja tragjike ndodhi në 2 gusht 2022 kur familja Avdia nga Tropoja, që jetonte në Angli, ishte me pushime në Potam të Himarës. Arjan Tase, duke drejtuar skafin e tij, përplasi për vdekje Jonida Avdiajn, e cila po notonte me baban e saj. Tase ka kaluar përtej zonës së sigurisë, ku mjetet lëndruese nuk lejojnë të kalojnë dhe ka bërë një manovër të gabuar duke shkaktuar vdekjen e të miturës. Ky vendim gjykate vjen pas një hetimi dhe shqyrtimi të detajuar të ngjarjes nga autoritetet përkatëse. 35 vite ka dhënë gjykata e posaçme për organizatorin e vrasjes së biznesmenit që dyshohet se ishte i lidhur me drogën Behar Sofi në 2021 në Tiranë. Jemin Shera, i cili vijon të jetë në kërkim, organizoi një grup të strukturuar kriminal me 5 persona për të realizuar vrasje, ndërsa porositësit ende nuk janë zbuluar nga SPAK. Vrasësi, i cili u kthye nga bashkëpunëtori i drejtësisë, është dënuar me 7 vite burg. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dënuar me 35 vite burg Jemin Sherën, i akuzuar si organizator kryesor i vrasjes së biznesmenit Behar Sofia, e ndodhur në shkurt të vitit 2021. Ai u shpall fajtor për vrasje me paramendim, me kryer për interes dhe në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal, si dhe për veprën penale, grupi strukturuar kriminal. Jemin Shera, 57 vjeç, i njohur me novkën Bajlozi, formoi një grup të përbër nga Skënder Vathi, Giuliano Visha, Leonard Xhixha, Bujar Leza dhe Ernejt Shyti. Ky i fundit ekzekutori i vrasjes. Pas ngjarjes, Shera u shpall në kërkim dhe ende nuk është kapur nga autoritetet. Më herët, antarët e grupit të tij u dënuan me 127 vite burgim në total. Ernejt Shyti, i cili pranoi të bashkëpunonte me drejtësinë, mori dënimin më të ulët prej 7 vitesh. Pasi kreu vrasjen, ai u largua nga vendi i krimit duke improvisuar një ecje të çal për të shpërqendruar rrethuesit. Megjithatë, kamerat e sigurisë dhe një mas Covid i zbuluan ADN-n e tij duke e çuar në zbërthimin e grupit kriminal. Hetimet treguan se grupi kriminal i kishte dhënë Shyti trajnim për përdorimin e armëve me silenciator dhe i kishte siguruar aplikacionin e koduar të komunikimit Sky ECC për të shmangur përgjimet. Dozja u hetua fillimisht nga prokuria e Tiranës, por më pas kaloi në duart e SPAK-ut për shkak të përmasave të grupit kriminal. Shera, ende i lirë, do të vuajë dënimin në një burg të sigurisë së lartë nëse kapet nga autoritetet. Do të ecim me zhvillimet nga rajoni. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Orav, dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, theksojnë rëndësinë e dialogut të ndërmjetësuar në Bashkimin Evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. NATO rikonfirmon mbështetjen për sigurinë dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mbetet rruga e vetme për stabilitet të qëndrueshëm mes Kosovës dhe Serbisë, u shpreh ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Orav. Përmes një postimi në rrjetin social X, ai njoftoi se të martën ka zhvilluar një takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, ku diskutuan për sfidat gjeopolitike dhe rëndësinë e qëndrimit në rrugën drejt BE-s. Gjatë vizitës së tij në Prishtinë, kreu i NATO-s, Mark Rutte, rikonfirmoi mbështetjen e aleancës për sigurinë dhe stabilitetin në Kosovë dhe në rajonin më të gjerë të Ballkanit Perëndimor. Prania e jon këtu është demonstrim i qartë i përkushtimit për siguri afatgjatë. NATO ka mbështetur paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor për dekada dhe ekipet e ndërlidhjes së KFOR vazhdojnë të ndihmojnë institucionet e tjera të sigurisë. Një rajon më i sigurt sjell më shumë siguri dhe për NATO-n, deklaroi Rutte në një konferencë për shtyp. Sekretari i NATO-s theksoi se të dyja palët si Kosova ashtu dhe Serbia duhet të bëjnë kompromis për të avancuar dialogun. Ai nënvizoi se ky proces kërkon vendime të vështira, por është thelbësor për stabilitetin dhe sigurinë afatgjatë në rajon. NATO në bashkërendim me Policinë e Kosovës dhe misionin e Bashkimit Evropian, EULEX, do të vazhdojë të mbështesë institucionet vendore në përpjekjet për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit. Rutte u shpreh se përparimi në dialog është thelbësor jo vetëm për Kosovën dhe Serbinë, por edhe për sigurinë dhe integrimin euroatlantik të gjithë Ballkanit Perëndimor.
Qeveria e Kosovës ka miratuar një nismë për arritjen e një marrëveshje në fushën e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila synon forcimin e kapaciteteve ushtarake dhe bashkëpunimin strategjik mes dy vendeve. Gjatë mbledhjes së qeverisë, kryeministri Albin Kurti njoftoi se kjo nismë është iniciuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe ka për qëllim zgjerimin e bashkëpunimit ushtarak mes Kosovës dhe SBA-s. Ai theksoi se marrëveshja do të ndikojë drejt për drejt në avancimin e aftësive mbrojtëse të vendit dhe përgatitjen e forcave të armatosura sipas standardeve të NATO-s. Ky është një hap i rëndësishëm për sigurinë e Kosovës dhe bashkëpunimin ton strategjik me Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja synon të forcojë kapacitetet tona ushtarake, të thellojë bashkëpunimin në mbrojtje dhe të na afrojë dhe më shumë me aleatët tanë ndërkombëtar, deklaroi kryeministri Kurti. Miratimi i kësaj nisme vjen në një moment të rëndësishëm për Kosovën, e cila është përfshirë në përpjekje intensive për rritjen e bashkëpunimit ushtarak me partnerët perëndimor. Marrëveshja pritet të përfshijë trajnime të përbashkëta, shkëmbim teknologjie ushtarake dhe mbështetje logjistike nga SBA-ja. Kjo marrëveshje vjen gjithashtu në një kohë kur rajoni ballkanik përballet me sfida të ndryshme të sigurisë dhe Kosova synon të rrisë rolin e saj si një partner i besueshëm i aleancave ndërkombëtare. Finalizimi i saj do të hapë rrugën për një bashkëpunim dhe më të thellë me SBA-n dhe mund të ndikojë pozitivisht në përshpejtimin e procesit të anëtarësimit të Kosovës në mekanizmat euroatlantik të sigurisë. Ecim me zhvillimet nga bota. Pas bisedimeve në Arabinë Saudite, ku Ukraina pranoi propozimin e administratës Trump për një arpushim të 30 ditor me Rusinë, Kremlini shprehet se ende pret detaje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të dhënë një qendrim zyrtar, ndërkohë sekretari i shtetit Marco Rubio deklaroi se topi është tashmë në fushën e Moskës. Ndihmat amerikane për Ukrainën janë rikthyer në nivele të zakonshme pasi Kievi pranon të negocionte një armpushim 30 ditor me Rusinë. Ky vendim u mor gjatë bisedimeve në Jeddah, Arabi Saudite, ku përfaqësuesit ukrainas dhe amerikan diskutuan për hapat e ardhshëm drejt një stabilizimi të përkohshëm të situatës. Lajmi u konfirmua nga ministri i jashtëm polak Radoslav Sikorski, i cili gjatë një takimi në Vershavë me homologun e Ukrainës, Andriy Sybiha, njoftoi se ndihmat amerikane që kalojnë përmes Polonisë janë rikthyer në nivelet e mëparshme. Presidenti amerikan Donald Trump e përshëndeti gatishmërinë e Kievit dhe deklaroi se do t'ia paraqiste këtë propozim dhe palës ruse në ditët në vijim, me shpresën që Moska do të pranonte. Nga Kremlini, zëdhënësi Dmitri Peskov u shpreh se është ende herët për të komentuar mbi këtë ofertë dhe se një reagim do të jepet pas një shurtimi më të hollësishëm. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov e refuzoi paraprakisht çdo marrëveshje që sipas tij mund të rrezikojë sigurinë e Rusisë. Ai gjithashtu kundërshtoi idenë e vendosjes së trupave paqëruese në Ukrainë, duke argumentuar se vendet që e mbështesin këtë propozim tashmë e konsiderojnë Rusinë si armik. Ndërkohë, brenda Ukrainës, ky armpushim 30 ditor po shihet me skepticizëm. Shumë ukrainas besojnë se një pauzë në luftime do të jepte mundësinë Moskës të rigrupohej dhe të vazhdonte avancimin ushtarak. Një banore e Kievit e cilësoi këtë lëvizje si një rrezik për sovranitetin e Ukrainës, duke theksuar se një marrëveshje e tillë mund të përdorej nga Rusia për të përgatitur sulme të mëtejshme. Washingtoni ka rifilluar ndihmat për Ukrainën pasi Kievi pranoi një armpushim 30 ditor gjatë negociatave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Arabinë Saudite. Presidenti amerikan Donald Trump përshëndeti vendimin dhe shpreson që edhe Moska të pranojë propozimin. Rusia ka reaguar pas bisedimeve në Arabinë Saudite, ku Ukraina pranoi një armpushim 30 ditor të propozuar nga administrata amerikane. Kremlini ka kërkuar më shumë informacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi rezultatet e negociatave me Kievin, përpara se të vendosë nëse do të pranojë apo jo këtë marrëveshje. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov u tha gazetarëve se nuk përjashtohet mundësia një bisede telefonike mes presidentëve Vladimir Putin dhe Donald Trump, nëse një gjë e tillë do të konsiderohej e nevojshme. Presim që sekretari i shtetit Marco Rubio dhe këshilltari për sigurinë kombëtare Michael Waltz të na informojnë në ditët në vijim mbi kompromiset e arritura gjatë negociatave, deklaroi Peskov. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov deklaroi se Moska nuk do të pranojë asnjë kompromis që mund të rrezikojë sigurinë e Rusisë. Pse duhet të pajtohemi me një forcë paqëruese të përbërë nga vende që na kanë shpallur armik? Ndërgjegjja jonë është e pastër, u shpreh Lavrov në një intervistë. Ndërkohë, burime nga Rusia të cituara nga agjencia e lajmeve Reuters raportojnë se presidenti Putin nuk ka gjasa të pranojë propozimin e SBA-s për një armpushim të përkohshëm. Sipas zyrtarëve rus, çdo marrëveshje duhet të marrë parasysh përparimet ruse në fushën e betejës dhe të adresojë shqetësime strategjike të Moskës. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio pas bisedimeve theksoi se topi është në fushën e rusëve dhe tani pritet vendimi i Kremlinit. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky cilësoi këtë propozim si një hap pozitiv, duke lënë të hapur mundësinë për hapa të mëtejshëm drejt një zgjidhjeje diplomatike.
Bashkimi Evropian reagon ashpër ndaj tarifave të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi çelikun dhe aluminin, duke miratuar kundër masa në vlerën prej 28 miliard dollarësh. Ursula von der Leyen theksoi se tarifat dëmtojnë ekonominë e të dyja palëve, por mbetet e hapur për negociata. Nga mëngjesi i sotëm, Shtetet e Bashkuara kanë filluar zbatimin e një tarife prej 25% mbi importet e çelikut dhe aluminit, një masë që ka shkaktuar reagime të ashpra nga Bashkimi Evropian. Shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, njoftoi se Bashkimi Evropian ka miratuar një paketë kundër masash që do të hyjnë në fuqi më 1 prill. Kemi keqardhje të thellë për këtë vendim, pasi tarifat janë taksa që dëmtojnë bizneset dhe konsumatorët. Vendet e punës janë në rrezik dhe çmimet do të rriten si në Europë, ashtu dhe në SBA, u shpreh von der Leyen përmes një mesazhi në rrjetet sociale. Bashkimi Evropian ka vendosur kundërmasa me vlerë prej 28 miliard dollarësh, të cilat do të synojnë një gamë të gjerë produktesh amerikane. Përveç çelikut dhe aluminit, masat të reja do të aplikohen mbi produktet tekstile, prodhimet e lëkurës, pajisjet shtëpiake, plastika, druri dhe produkte bujësore si mishi i viçit, shpendët, prodhimet e detit, sheqeri dhe perimet. Lista përfshin gjithashtu whisky, bourbon dhe varkat, duke mbërritur një total prej 99 faqesh. Von der Leyen nënvizoi se megjithëse BE-ja po kundërpërgjigjet fuqishëm, ajo mbetet e hapur për negociata. Nuk është në interesin tonë të përbashkët të rëndojmë ekonomitë tona me tarifa, sidomos në këtë periudhë pasigurie gjeopolitike dhe ekonomike, deklaroi ajo. Kjo nuk është hera e parë që SBA-ja vendos tarifa të tilla. Edhe në vitin 2018, gjatë mandatit të parë të Trump, u vendosën masa të ngjashme, por ato u zbutën për shkak të përjashtimeve të mëvonshme. Tashmë mbetet për të parë nëse të dyja palët do të arrijnë një marrëveshje për të shmangur një përshkallëzim të luftës tregtare. Do të njihemi me parashikimin e motit. Drejtori shqiptar për datën 13 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mot i paqëndrueshëm. Sipas parashikimeve pritet një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 5 gradë Celsius dhe temperatura maksimale parashikohet të jetë 20 gradë Celsius. Era pritet të fryjë me drejtim nga jugpërëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 8 metra për sekond, çka do të bëjë të krijojë dallgëzime 1 deri në 2 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 11 deri në 16 gradë Celsius, Kukës 9 deri në 17 gradë, Peshkopi 5 deri në 16 gradë Celsius, Tiranë 12 deri në 18 gradë, Durrës 14 deri në 17 gradë Celsius, Kavaj 14 deri në 18 gradë, Elbasan 8 deri në 20 gradë, Berat 12 deri në 21 gradë Celsius, Korç 5 deri në 16 gradë, Vlorë 11 deri në 19 gradë Celsius, Gjirokastër 5 deri në 13 gradë, Sarand 10 deri në 16 gradë Celsius. Drejtori i Kosovës për datën 13 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mot i paqëndrueshëm, e gjithë do të jetë mbushur me vranësira dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic 9 deri në 15 gradë Celsius, Podujev 8 deri në 16 gradë, Skënderaj 9 deri në 15 gradë Celsius, Pej 7 deri në 15 gradë, Prishtinë 8 deri në 17 gradë Celsius, Gjakov 11 deri në 16 gradë, Malishev 9
deri në 16 gradë Celsius. Gjilan 5 deri në 18 gradë. Ferizaj 6 deri në 18 gradë Celsius. Kaçanik 8 deri në 18 gradë. Suharek 6 deri në 18 gradë. Prizren 7 deri në 17 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë, kemi mbritur në fund të edicionit informativ për ditën e sotme. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera.